Dashuria shpesh është më e ndërlikuar se sa duket. Ajo nuk është thjesht një ndjenjë e qetë, por një rrjet emocionesh që ngatërohet me frikën, pasigurinë dhe konfliktet e tjera. Benita e di këtë më mirë se kushdo tjetër. Ajo që ndjen për Claudin nuk është thjesht tërheqje, por një ndjenjë e thellë, e përzier me respekt, admirim dhe frikë nga humbja. Ndërsa flet me Albën, Benita nuk përpiqet të fshehë asgjë. Ajo e thot hapur se e do Claudin dhe se e ndjen shumë praninë e tij. E dua, Claudin e ndjej shumë, thot ajo, dhe në zërin e saj ndjehet jo vetëm dashuria, por edhe një dëshirë e fortë për t'u kuptuar dhe për t'u pranuar. Ajo e shet te Claudi inteligjencën, mirësinë dhe dëmshurinë, tipare që e bëjnë atë të ndjehet e sigurt, por njëkohësisht e ndjeshme. Megjithatë, pas kësaj ndjenje të fortë fshihet edhe një frikë. Frikë se dashuria e saj mund të bëjë që Claudi të humbas mundësi jashtë, se marrëdhënia e tyre mund të bëhet pengesë dhe jo mbështetje. Kjo është një tension i brendshëm që shumë herë ngatërohet me dashurinë vet. Benita nuk e do vetëm Claudin, por dëshiron që ai të ketë sukses, të jetë i lirë dhe të mos ndihet i kufizuar nga ndjenjat e saj. Kjo frikë e bën dashurinë më komplekse, sepse çdo lëvizje e Claudit bëhet një provë emocionale për Benitën. Por ndjenjat e saj nuk janë të izoluar. Xhelozia që ndjen për Elionën shton një shtresë tjetër tensioni. Benita e di që Claudi ka pasur një lidhje me Elionën dhe ndonjëherë kjo i bën mendjen të çmendet, të pyes se a është e mjaftueshme dashuria e saj, apo nëse e shkuara e Claudit mund të krijojë pengesa. Xhelozia nuk lind nga keqbesimi, por nga dashuria dhe frika e humbjes. Ajo nuk e urren Elionën, por ndjen se nuk mund të humbas atë që ka me Claudin. Kjo ndjenjë e përzier e bën Benitën të ndjehet e ndarë, dashuria për Claudin, frika për të ardhmen e tij dhe xhelozia ndaj Elionës. Kur i shpreh këto gjëra Albës, nuk është thjesht një shprehje sentimentale. Është një moment reflektimi, një mënyrë për t'u përballur me emocionet e saj dhe për të kërkuar mbështetje ose të paktën kuptim. Ajo nuk flet për t'u mburur, por për t'u liruar. E dashuroj Claudin, e ndjej shumë, është i zgjuar, i dashur, por kam frikë se i prish punë jashtë dhe e humb, thot Benita, dhe këto fjalë thjesht nuk janë një rrëfim i zakonshëm. Ato janë shpreha e një tensioni të brendshëm që shumë herë nuk gjen hapësirë për të thënë. Ato përshkruajnë një gjendje ku dashuria nuk është e thjeshtë, ku kujdesi për tjetrin kthehet në frikë dhe ku xhelozia nuk është vetëm emocion negativ, por një tregues i rëndësisë së lidhjes. Për Albën, dëgjimi i këtij rrëfimi është një moment reflektimi mbi marrëdhëniet e saj me të tjerët dhe mbi mënyrën se si ndjenja e dikujt tjetër mund të ndikojë në jetën emocionale të të gjithëve rreth saj. Ajo shet tek Benita një ndjeshmëri të madhe, një dashuri që nuk është egoiste, por që tenton të mbrojë dikë tjetër edhe kur e rrezikon veten. Ky është një mesazh i fuqishëm mbi pjekurinë emocionale.